Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Nuk do ta besoni, ja sa është diferenca në moshë mes Vanesës dhe Indrit. Konfirmimi i romancës mes dy konkurrentëve të fermës, Vanesës dhe Indrit, ka marrë vëmendjen maksimale të publikut, duke i kthyer ata në një nga çiftet më të komentuara të momentit në rrjetet sociale. Historia e tyre nisi brenda mureve të spektaklit, nën vëzhgimin e vazhdueshëm të kamerave, ku afrimiteti mes tyre u zhvillua gradualisht për të shndërruar në një lidhje të hapur për publikun. Mirëpo përtej dinamikave të raportit të tyre, një tjetër element ka ngjallur interes të veçantë: diferenca e madhe në moshë. Indri, i cili së fundmi festoi 37 vjetorin e lindjes, është 13 vite më i madh se Vanesa, e cila është 24 vjeçe. Ky detaj ka ndezur menjëherë diskutime të shumta online, ku ndjekësit janë ndarë në dy kampe. Ata që e mbështesin lidhjen dhe e konsiderojnë diferencën në moshë të parëndësishme, dhe ata që shprehin skepticizëm për qëndrueshmërinë e saj. Komentet dhe analizat në platformat sociale kanë qenë të shumta, duke reflektuar një përzierje opinionesh, nga romantike dhe optimiste deri te kritike dhe dyshuese. Në qendër të debatit mbetet pyetja nëse kjo romancë është një ndjenjë e sinqertë apo një lidhje e ndikuar nga presioni dhe dinamika e një formati televiziv. Ndërkohë, Vanesa dhe Indri vijojnë të tërheqin vëmendjen e publikut, duke mbetur një nga historitë më të ndjekura të këtij edicioni.